E ndaj këtë ditë të veçantë me ju sot, me personat të cilët besoj kanë vendos një gurë themelit në arsimin shqiptar, e nëpërmjet jush dua të përcjell urimet më të përzemërta gjithë arsimtarëve të Qarkut Shkodër për t'i uruar këtë ditë veçantë, të kenë shëndet, gëzim e çdo të mirë në familjen e tyre. Ju jeni udhërrëfyesit më të mirë në formimin e brezave, duke vënë një gurë themelit në shoqërinë tonë. E shpresoj shumë që brezat e rinj arsimtar të marrin modelin më të mirë nga ana juaj. Shkodra djepi kulturës së arsimit e sportit. Me profesorat të mëdhenj, me njerëz adhetar, njerëz cilët i kanë shërbyer me devotshmëri të jashtëzakonshme këtij vendit. Munona dhe na me ata mundësitë tona institucionale, me bashkëveprim midis institucioneve të ndryshme, me dhënë kontributin ton për me çu përpara arsimin. Shkodra po merr një pamje dhe çështje komplet tjetër, falë edhe Bashkisë Shkodrës në investimin e shumë shkollave në qytetin tonë, ku sot janë disa shkolla të rëndësishme të qytetit, janë kthyer në kantierën e ndërtimit dhe po bëhen rishta si nga fillimi investimet e qeverisë shqiptare dhe Bashkisë Shkodër. Gjithashtu kena terrene sportive, para pak ditëve në Këshillin e Bashkisë Shkodër kemi miratuar një sipërfaqe për 23.000 m2. Aktualisht FNSH-ja Shkodrës përballë policisë, ku do të bëhet një komplekse të më të mëdha sportive, kulturore, arsimore në Ballkan, e cila do të shërbejë komplet Qarkut Shkodër, ku besoj janë gjanet e cilat na bajnë më krenu dhe na japin vlerë edhe e bajnë rinin më atraktive, më të përfshime dhe më të angazhuar. Misioni i edukatorit, i mësuesit është mision i shenjtë, është mision hyjnor, të vendosish themelet e vlerave të njerëzit të së nesërmes, gjë që është fort në durë e mësuesit, edukatorit, është një vlerë e jashtëzakonshme, është një mision hyjnor. Prandaj në këtë vështrim përshëndes me respekt të thellë të gjithë edukatorit ku të jenë, shprehi edhe mirënjohjen për kryetarin e Qarkut Shkodrës, zotin Edmond No, që na ndaroi sot në këtë takim. Është një ditë shumë e shënuar për gjithë arsimtarët dhe ju uroj gëzuar festat, megjithatë ndihem shumë mirënjohëse dhe respektuar nga ky takim dhe nga kjo ftesë që më është bërë. Faleminderit shumë, zoti kryetar. Të drejtën jam shumë mirënjohës se na lumturon këtë ditë sot kryetari i Qarkut me stafin, por edhe mediat edhe ju. Është unë jam një kontribues i arsimit, por edhe i kulturës në qytet, edhe ndoshta është më vështirë ta mbash se sa ta fitosh këtë, domethënë ka përgjegjësi e madhe, edhe në këtë moment që jam i sapo dalën në pension, mund të them, por nuk do të rreshti se punuari, sepse kjo është ajo qëllimi jonë, ne kemi thënë gjithmonë që Shkodra dallon për artin, kulturën, sportin, arsimin, domethënë këto janë ata gjanat bazë në cilët ne krenohemi dhe do të mbështesim vazhdimisht. Ti je një mësues, është një fat i madh të punosh me fëmijë edhe të realizosh atë për çfarë ti punon. Vlerësimi që na ka bërë sot kryetari është shumë i mirë edhe e respektoj shumë. Jam shumë i nderuar për kryetarit të Qarkut që na ka bërë këtë ftesë, se sadokudo thonë se kur dalim pension harroni, jo nuk u harrokena, një punë e jashtëzakonshme kryetarit dhe e falenderojmë me gjithë zemër dhe do të punojmë derisa të mundena. S'pare të falenderit për një takim të jashtëzakonshëm. Nuk e kishim menduar, por në ndërë shumë e bukur. Nxënësi për mua është ushqimi më i mirë i një mësuesi.